ti ke lindur këtu, si ka mundësi që di shqip kaq mirë? Faleminderit shumë. Përshëndetje, unë jam Briell edhe unë jam shqiptare. Jam 19 vjeç, jam lindur këtu në Worcester, Massachusetts. Mami më erdhi në 2000 në moshën 16 vjeç, e mbaroi gjimnazin këtu, edhe babi erdhi në 99 më duket në moshën 24 vjeç. Mami ishte lindur dhe rritur në Korçë, edhe pastaj papai është në Tirana. Po me origjinë korçari. Erdhi një herë tezja, pastaj erdhi gjyshi me vizë punimi, ishin pronar të bira Korçës, edhe erdhën këtu me atë. Në 2006 e shitën e pastaj blen një biznes këtu, quhet The Coffee Mug Restaurant. Kemi qenë në 2006 që si familje punojmë të gjithë aty. Prindërit gjithmonë kanë dashur që të kemi atë kulturën me çaruritën ata. Po edhe gjyshit kanë shumë pjesë të madh në si jemi rritur ne, si jam rritur unë. Kisha nënën dhe gjyshin anë e babit, i kisha në shtëpi deri në moshën 11. Edhe kam punuar si përkthyese në moshë aq të vogël. Kam vajtur me ata në për appointments dhe për takime për doktorët. Vajta njerë me gjyshin me bahet mend që si kupton të ata edhe po prisnin 45 minuta për një që të vinte që ti përkthente. Isha unë aty u bëra edhe përkthyese në moshën 9 vjeç. Kur isha vogël, kur vajta në kopsh, nuk e dija anglishten. Vetëm shqipen dija unë. Po gjuha ime parë edhe lindur këtu në Amerikë ishte shqipja. A e pini rakin? U harrova, unë je 9:21.